Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Kuvendi i Kosovës mbajti seancën e jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Në garë për këtë pozitë ishin dy kandidate, Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha. Në momentin e votimit në sallë ndodheshin 64 deputet, nga të cilët 63 votuan për Feride Rushitin, një votë ishte e pavlefshme, ndërsa Hatixhe Hoxha nuk e mori asnjë votë. Pas numërimit të votave dhe publikimit të rezultateve, kryetarja Kuvendit, Albulena Haxhiu, mbylli seancën dhe paralajmëroi vazhdimin e saj për nesër në orën 10. Ajo bëri thirrje deputetëve të gjitha grupeve parlamentare që të marrin pjesë në seancë. Votimi i sonte për kreun e shtetit u bë vetëm nga deputetët e shumicës parlamentare, pasi që opozita nuk ishte prezente. Për zgjedhjen e presidentit, në dy votimet e para, nevojitën 80 vota. Pas mbajtjes së seancës së Kuvendit për zgjedhjen e presidentit, kanë reaguar partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Përmes një komunikate për medje, LDK konsideron se vetëvendosje inicoi përmbysjen e rendit kushtetues dhe se nisja e procesit pa kvorum kushtetues përbën sabotim të drejtë të kushtetutës dhe vetë shtetit. Kurse shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, ka thënë se kjo që ndodhi sonte në Kuvend është cënim i rendit kushtetues dhe tentim grushteti. Ndërkohë, Instituti Demokratik i Kosovës ka reaguar ndaj përpjekjeve për të vazhduar procesin e zgjedhjes së presidentit pa u përmbushur kuorumi i nevojshëm kushtetues, duke e cilësuar këtë veprim si cënim të rendit kushtetues dhe funksionimit të demokracisë parlamentare. Sipas KDI-s, praktika dhe vendimet të gjykatës kushtetuese e përcaktojnë qartë se zgjedhja e presidentit kërkon pjesëmarrjen e të paktën 2/3 të deputetëve në 2 rundet e para të votimit. Çdo tentativë për ta anashkaluar këtë rend kushtetues dhe për të zgjedhur presidentin me një numër të kufizuar deputetësh në sallë përbën shkelje të hapur të kushtetutës dhe deformim të qëllimshëm të parimeve kushtetuese, thuhet në reagimin e KDI-s. Ndërkohë, në seancën e paraditës, ligjvënësit miratuan marrëveshjen mes Qeverisë së Kosovës dhe Këshillit të Ministrave të Shqipërisë për lojrat mesdhetare 2030, ku Kosova do të përfshihet edhe me disiplinat e lundrimit. Ndërkohë, projekt ligji për energjinë nuk mori dritën e gjelbër, ndërsa me shumicë votash u emëruan 3 anëtarët e Këshillit të Cilësisë të Agjencisë për Akreditim. Kuvendi nuk arriti as sot ta miratoj shmangjen e afatit procedural për projekt ligjin për energjinë elektrike. Nuk janë zhvilluar dëgjime publike në këtë legjislaturë, pra dëgjime publike të mirëfillta, po edhe për shkak të atyre që kemi thënë seancën e kaluar që bien ndesh pikërisht ligji për energjinë elektrike me disa nene të direktivave të Komitetit Gjithësisht të Bashkimit Evropian dhe ne do të votojmë kundër. Ka nene edhe ka përmbajtje të cilat jo veç se ndikojnë në sigurinë energjetike, po edhe në sigurinë kombëtare, në lidhje në lidhje me kostin. Ka njerëz që shqetësohen për këtë punë, jo, nuk janë këtë vogë vendosje, edhe për këtë arsye ne nuk e procedojmë shmangjen nga procedura rregullt për këtë ligj. Pra ne nuk mund të mbështesim asnjë shmangje kur e dim që për pak orë do të përfundon afati kohor dhe përderisa nuk ka një zgjidhje që është shumë e rëndësishme, pozicioni politik i ynë dihet. Andaj vendosja në agjendë përmes shmangjes nuk do të kalon. Po ja humni shtetit 9 milion euro dhe pa mundsoni reformat të cilat ndër të tjera mundsojnë integrimin në tregun rajonal dhe të Bashkimit Evropian. Flesni për tregtimin e energjisë që 1 vit, 2 vite, mirë po nuk lejoni pakon e ligjeve që lejon transpozimin që na mundson të integrohemi në tregun rajonal e të heqim tregtarët për të cilët po flesni. Kuvendi nuk miratoi shmangjen e afateve procedurale për projekt ligjin për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore. Ndërkohë, me 57 vota për dhe 4 kundër, u emëruan 3 anëtarë të Këshillit të Cilësisë së Agjencisë së Akreditimit. Gjatë seancës u emërua edhe Komisioni për dhënien e provimit të jurisprudencës, si dhe anëtarët e Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 6 vjet burgim Jelena Gjukanovićin, ish zyrtare OSBE-s në Kosovë, pasi u shpall fajtore për spionazh. Sipas aktgjykimit, ajo ka përcjell informacione të ndjeshme të një agent i inteligjencës serbe, të cilat dyshohet se kanë përfunduar të zyrtarët e sigurimit shtetëror të Serbisë. Jelena Gjukanović, ish zyrtarja misionit OSBE-s në Kosovë, dënua me 6 vjet burgim për spionazh. Gjykata themelore në Prishtinë ka vërtetuar akuzën e prokurorisë se Gjukanović, gjatë kohës sa shërbente si zyrtare OSBE-s në Kosovë, ka kryer veprime të përsëritura duke përcjellë informacione tek agenti rezident e Agjencisë Serbe të Inteligjencës, Aleksandar Vlajić, të cilat më pas dyshohet se janë transmetuar të zyrtarë të lartë të sigurimit shtetëror serb. Gjykata, bazuar në dispozitat e kodit penal na osnovu odredbe krivičnog zakonika dhe të kodit të procedurës penale i zakonika o krivičnom postupku e gjykan. Osuđuje Dënim me burgim kozgjate prej 6 vjetëve, kaznom zatvora u trajanju 6 godina, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Lidhur me vendimin, gjykata pritet të nxjerrë aktgjykim me shkrim të detajuar ku do t'i paraqes arsyet për secilin pikë të këtij aktgjykimi, ndërkohë prokurori special Bekim Kodraliu, pas shpalljes së aktgjykimit, edhe pse kishte kërkuar dënim prej 25 vitesh për këtë vepër, deklaroi se pas analizimit të arsyetimit do ta vlerësojë në lidhje me dënueshmërinë e gjykatës. Ai tha se ky rast dëshmon se askush nuk është mbi ligjin. Kemi siguruar prova konkrete dhe të mjaftueshme me të cilat edhe u vërtetuar përtej dyshimit bazuar mirë se Pandera Gjukanović ka kryer aktivitet të kundërligjshëm, aktivitet i cili ka ndihmuar agencionin sekret serb BIA në implementimin e narrativës së tyre në dëm të interesave të Kosovës. Në akt akuzë përmendet se në ditën ku ndodhi sulmi ndaj zyrtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut në vitin 2022, ajo kishte komunikuar me Vlajić, i cili në atë rast është dënuar në shkallë të parë për të njëjtën vepër penale. Sipas prokurorisë, e Pandera ka ndihmuar BIA-n duke dërguar informacione të ndjeshme që lidhen me çështje politike dhe të sigurisë në Kosovë. Pavarësisht përpjekjeve dhe 27 vjet pas përfundimit të luftës, janë edhe rreth 1600 persona për fatin e të cilëve ende nuk dihet asgjë. Në ditën e personave të pagjetur, kryeministri Albin Kurti bëri thirrje faktorit ndërkombëtar për një trysni më të madhe ndaj shtetit serb për zbardhjen e së vërtetës. Pavarësisht përpjekjeve, edhe 27 vjet pas përfundimit të luftës, fati i 1565 personave betet ende i panjohur. Në mungesë të jurisdiksionit mbi Serbinë, kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje faktorëve ndërkombëtar për rritje të presionit ndaj shtetit serb, me qëllim zbardhjen e së vërtetës dhe vënien para drejtësisë së përgjegjësve. Janë edhe 11 varreza tjera masive, përveç atyre 5 që tashmë janë zbuluar e për të cilët Serbia nuk jep informacion, sepse është komunikuar edhe nga vetë ata, publikisht, se janë 16 varreza masive gjithsej. E vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar, në Batajnic, i kemi 724 të pagjetur të zhvarrosur prej atje, ndërka që gjithsej deri më tani janë rreth 1000 shqiptar të cilët janë zbuluar në varrezat masive në Serbi. Ndër tjera, shkreu i ekzekutivit nënvizoi vështirësitë në ndjekjen dhe sjelljen para drejtësisë së urdhërvënësve dhe kryersve të vrasjeve masive dhe gjenocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës. Tash e kemi mundësinë për vite me radhë që të dënohen pasi të gjykohen në mungesë kriminalet të shumë të luftës, qofshin ata urdhërvënës apo ekzekutor, dhe për këtë prokuroria speciale e ka përkrahjen e plot të qeverisë të Republikës, gjithashtu edhe sistemi i drejtësisë në përgjithësi, janë duke punuar më shumë e më shpejt se përpara, por unë besoj që duhet të punojnë edhe më shumë e më shpejt se ç'po bëhet. Komisioni qeveritar për personat e zhdukur, Instituti Mjekësisë Ligjore dhe organet e hetuesisë po bëjnë përpjekje maksimale për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Megjithatë, theksohet se angazhimi i faktorit ndërkombëtar mbetet i domosdoshëm, pasi përgjegjësia për zbardhjen e së vërtetës lidhet me shtetin serb.
Në 27 vjetorin e masakrës së Mejës, u përkujtua ekzekutimi makabër i 376 personave nga ushtria serbe. Për të fshehur gjurmet e krimeve, ata u zhvendosën në përvareza masive në Serbi. Prokuroria speciale në akt akuze në ngritur në vitin 2023, që u plotësua një vit më vonë, akuzon 53 persona për veprën penale krime në bashkëkryerje gjatë luftës në Kosovë kundër popullsisë civile. 27 vjet më parë, forcat serbe kryer masakrën në Mejë të Gjakovës, ku vran 376 persona. Pas rrethimit të zonës u kryen ekzekutime masive, pa kursyer as djemt 15 vjeçar e deri te burrat mbi 60 vjeç, të cilët u grumbulluan dhe më pas u ekzekutuan. Dëshmitarët pohojnë se a dit asnjëri nga të ndaluarit nuk arriti të mbijetoj. Disa nga trupat u gjetën më vonë në varrezat masive në Kosovë, ndërsa për të tjerët ende nuk dihet fati, me dyshime se ndodhen në territorin e Serbisë. Për t'i fshehur gjurmët e krimit, trupat u zhvendosën në varrezat masive në Serbi, si në Batajnic, Rudnic dhe në lokacione të tjera, të cilat mbetën të fshehura në arkivat shtetërore. Masakra e Mejës është dëshmi e gjenocidit Serbisë në Kosovë, e cila ka synuar shfarosjen e popullit shqiptar. Dhe ne kujdesemi që asnjëherë të mos harrojmë e gjithmonë të përkujtojmë gjakun e derdhur për liri të martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Ne edhe sot i bëjmë thirrje institucioneve të drejtësisë që pavonesa ta trajtojnë këtë masakër, që siç e përmenda është një nga masakrat më të rënda gjatë luftës së fundit në Kosovë, por edhe t'i adresojmë përgjithësisht raport me krimet e shumta që Serbia i ka bërë në Kosovë. Prokuroria speciale përmes Departamentit për krime lufte ka ngritur akt akuzë për masakrën e Mejës dhe fshatrave të rajonit të Rekës së Keqe në komunën e Gjakovës. Në këtë rast, 53 persona akuzohen për krime të kryera në bashkëkryerje gjatë luftës në Kosovë kundër popullsisë civile. Akt akuza është ngritur në dhjetor të vitit 2023 dhe është plotësuar në prillin e vitit pasues. Në mesin e të akuzuarve për krime në Mejë dhe fshatrat e tjera të Gjakovës, janë edhe zyrtar të shërbimit të sigurimit të shtetit të Serbisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, të dyshuar për planifikim dhe zbatimin e operacionit Reka, gjatë të cilit u vran 370 civil shqiptar. Ata përballen me akuza për vrasje, dhunë fizike e seksuale, tortura, plaçkitje dhe dëbim etnik. Ndër të dyshuarit është edhe Momir Stojanović, ish shef i Departamentit për Siguri në Komandën e Korpusit të Prishtinës dhe ish drejtor i Agjencisë Ushtarake të Sigurimit të Serbisë. Aktgjykimi i parë në mungesë u shqiptua në dhjetor të vitit 2024, ndaj Çedomir Aksiqit, i cili u dënua me 15 vjet burgim për krime kundër popullatës civile në shtime gjatë vitit 1999. Ndërsa në Krusht të vogël të Prizrenit është përuruar memoriali në kujtim të 113 banorëve të vrarë, masakruar, djegur dhe zhdukur nga forcat serbe 27 vjet më parë në përpjekje për të fshehur gjurmët e krimit mbi popullatën civile. Secila familje e Krushtës së vogël bart një histori të dhimbshme që ruan prej gati 3 dekadash. Nexhmie Batusha humbi 2 djemt dhe bashkëshortin në masakrën e 26 marsit 99. Memoriali ngritur për 113 viktimat e Krushtës qëndron si dëshmi e plagës së hapur, një vend ku dhimbja nuk shuhet dhe kujtimi i tyre mbetet i gjallë për gjithmonë. Një për kom 14 vjeç që djali më kalon, ku mund me pritu në atë nipë. Po për tek njash, më shqyqy që e kom, dhe në që më kalon, e lo, qaj për më fladit, qaj djali, mesa, qika. Së valla njona është tjetra e vlatë. Sepse ato gjyshe, nëna e motra tona, ato rritën edukua 145.000 jetim. Falë tyre, sot ne jemi burra, ato janë e rinat e eshura. Memoriali në Krusht të vogël i përurua në ditën e personave të pagjetur, do të mbaj gjallë kujtesën që të mos harrohet kurrë, duke dëshmuar për brezat për gjenocidin e kryer nga forcat serbe
dhe bashkëpunëtorët lokal serb mbi popullatën civile shqiptare. Ky memorial nuk e zëvendëson asnjë jetë të humbur, por ai vendos një të vërtetë që nuk mund të mohohet dhe nuk mund të harrohet. Ai është ndërtuar që ky histori të dokumentohet, që brezat që vijnë ta dinë çfarë ka ndodhur këtu. Ne bashk të ruajmë këtë memorial këtu si një pjesë e historisë për edukimin e brezave të ri dhe gjeneratave të reja mbi rëndësinë e historisë tonë, në mënyrë që ajo asnjëherë mos në përsëritet. Në këtë memorial janë skalitur emrat e 113 krushianëve, janë ekspozuar dëshmitë të mbjetuarve, ndërsa vendi masakrës është ndruar në një muze që flet fuqishëm për atë ditë të kopshme. Imazhi Ferdonie Çerkezit në pritje të 4 djemve dhe bashkëshortit nga sot do t'jetë një thirrje për drejtësi edhe nga Prishtina. Gati 3 dekada pas luftës, ky imazh mbetet një kujtesë e fortë e realitetit të dhimbshëm për mijëra familje që ende presin të vërtetën për më të dashurit e tyre. Imazhi i pritjes së nënës dhe gruas nga sot do të shërbejë si një thirrje për kujtesë edhe nga kryeqyteti. Është nëna nga Gjakova Ferdonie Çerkezi, të cilës 27 vjet më parë forcat serbe ia morën dhunshëm 4 djemt dhe bashkëshortin. Çerkezi 2 djem nuk i pret më. Mbetjet mortore të 2 prej tyre u gjetën në vitin 2005, ndërsa për fatin e 2 djemve të tjerë dhe të bashkëshortit e saj ende nuk dihet asgjë. Ajo nuk e ka mbyllur asnjëherë derën e shtëpisë me shpresën se një ditë ata do të kthehen. Se më ka thirrë done e bashkëshorti, që me la martëm, mu vish djemë të duhet më bëhë fort, siguri. Edhe kështu që jem bëhë fort më nimin e Zotit, jem bëhë fort për me së më shelë shpinë, milion qelë, me kujtu kur do që të vjenë, e kështu që kom lënë shpinë qelë e kom bëhë vëzëj për me së me hupë kajtë. Ferdonie Çerkezi nuk mungoi as si vjet për të kërkuar drejtësi për të gjithë ata që ende mungojnë. Ky mural nuk përfaqëson vetëm historinë e Çerkezit, por edhe dhimbjen, pasigurinë dhe shpresën e të gjitha familjeve që ende presin përgjigje. Çështja e personave të zgjuar vazhdon trajtohet si çështje prioritare për institucionet e Republikës së Kosovës, këtë rast për Komisionin Qytetar, por gjitha institucionet që janë pjesë e këtij procesi. Gjithsesi me angazhim të vazhdueshëm përpjekje për të respektuar një drejtë elementare të familjës, që është drejta për ditë fatin dhe vendodhen me të dashurit të tyre të rrëmbyer dhe zhdukur dhunshëm. Një mural që nuk është vetëm imazh apo shprehje artistike, rreth 3 dekada pas përfundimit të luftës, do të mbetet një thirrje për kujtesë të realitetit historik për mijëra familje që ende presin të vërtetën për më të afërmit e tyre.